them? Jam nën e 9 fëmijëve. 9 fëmijë të rritur me sakrifica, pa burr, me vështirësi. 9 fëmijë të cilëve ju pesova gjithçka. 9 fëmijë për të cilët dash edhe jetën time. Sot, në moshën kur unë kam më shumë nevojë se kur, më kanë lënë të vetme. Më kanë lënë. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakojemi sërish në kanalin Rrëfime Jete. Sot pranë jush do sjell një rrëfim të tmerrshëm, do sjell një rrëfim shumë të dhimbshëm, një rrëfim që në fakt të nxjerr çdo normaliteti. Janë lotët e një nëne, është shpirti i një nëne, është zemra e një nëne, e cila lufton çdo ditë me një realitet shumë të dhimbshëm. Dhe ky realitet është tepër shqetësues. Ajo po përjeton tmerre nga djali dhe nga nusja. Por rrëfimin do të kyçet ta tregon nëna vet. Ajo është në linjë telefonike. Përshëndetje dashur, ja ku jemi. Përshëndetje birë, po të ndëgjoj. Unë për t'ja sqaruar dhe publiku, do me thënë ne zërin do ta ndryshojmë. Historia do të mbetet anonim. Ti dëshiron që të hapësh shpirtin tënd, dëshiron që të tregosh dhimbjen që ke. Atë dhimbje që ti nuk e ke përjetuar, as nuk e ke menduar në fakt se do ta përjetosh. E gjithë koha është për ju. Po birë, unë jam një nën prej Shqipërie. Jam nën. Është turp ta them, por do ta them. Jam nën e 9 fëmijëve. 9 fëmijë të rritur me sakrifica, pa burr, me vështirësi. 9 fëmijë të cilëve ju pesova gjithçka. 9 fëmijë për të cilët dash edhe jetën time. Sot, në moshën kur unë kam më shumë nevojë se kur, më kanë lënë të vetme. Më kanë lënë të vuaj e vetme, të heq. E po shkatroj krejt shpirtin tim. I martova djemt. U martuan njëri pas tjetri. Qashtu me sakrifica, i bëm dasmat. Me vuajtje me dhimbje. Mendoja që nga të gjitha do djem, njëri do të më mbante, por njëri ku në Greqi, tjetri në Itali, tjetri në Gjermani, tjetri prap në Greqi, tjetri në Itali, e qashtu ikën të 8, ndërsa vajsa u martua në Kosovë. Vuajtje shumë, me thënë të drejtën, probleme shumë, por në gjithmonë kisha një shpresë që njëri do të më merte, por nga 8 djem, as njëri, as nuk mendon, as nuk don të dëgjon, por luftojnë vëlesër njëri me tjetrin, se kush të më mban e kushja. Jam duke jetuar një jetë që nuk e prisja. Problemi është ke nuset. Nuset nuk më duan, nuk më respektojnë, më kanë, unë the më kanë ferën në sy. është për një vit që as njëri prej djempe, as syt nuk mi lishon, as në fytyrë nuk dan të më shikon.
Edhe mua për këtë gjë, ma dim se të shumbetja. Sepse po kaloj krime, kjo është krim, i shoh shpesh në ëndër. Lutem për të më marrë, por asë njëri nuk dëshiron të më merë. Asë njëri. Të gjithë po largohen, të gjithë më kanë haruar. E kam betur në dorë të dhëndrit të vajzës, cila mundohet për të më dhënë lumturi, për të më dhënë paqe, për të më bërë që të ndjem e kënaqur. Por unë nuk jam e kënaqur, sepse i rita këto fëmijë me vujtjet më të mëdha, me dhimbjet më të mëdha, edhe sot ja ku jam. Sot jam duke vujt, sot jam duke kaluar të mere që nuk i kam pritur në jetë se do t'i kaloja. Është një vojtje ne pa imagjinueshme, por unë uroj me zemër që këto djemë të mi të vetëdijsohen, të kuptojnë që jetoj me një pension, ta marrin nënën e tyre, sepse nuk mund të më udhin ashtu lehtë. Ne që unë kokën e kam lënë për këta, edhe sot për hir të atyre nuseve, ta hedhin nënën, kjo është s'ka shpjegim. Unë e kam respektu vjerin, e të kisha menduar që edhe në këtë jetë njerëzit do të respektonin, por jo, nuk është ashtu. As me sy nuk duan të shohin, as me sy. Mua më Kjo merr është shumë më e keq për dhimbshme. këtë rrëfim që tregove Edhe në kjo fakt. është më e tmerrshmja. Edhe uroj me zemër që të marrësh më të mirën e kësaj, uroj me shpirt që të jesh më e fokusuar në jetën tënde dhe Zoti të t'japë vetëm të mira.